kushtetutë specifikohet kogja qartë që pas që të konstituohet kuvendi, me njëherë zgjedhet qeveria. Me njëherë zgjedhet qeveria. Prandaj, mendoj që kuvendi do të konstituohet. Unë jam idhëtari asoj na që të gjitha institucionet zgjedhen në një afat shkurt kohor. Kjo kështë me qenë, edhe kjo është e duhura. Jo idealja, po e nevojshmja. E duhura dhe mundshmja. Që mu zgjedh edhe mu konstitua edhe kuvendi, kryetari kuvendit nën kryetar, mu betu deputet, mu formu qeveria, mu zgjedh presidenti edhe me hy në punë. Me kry punë për këtë vend. Prandaj mendoj që kjo është rradha, po megjithatë unë jam idhëtari asaj që pavarësisht që ne mundëm me komentu çështje ndryshme juridike, me pas mendime ndryshme, po megjithatë ne do ta zbatojmë radhën ashtu siç është e parapame në kushtetutë. Vjen kuvendi qeveria. Qeveria ecën tutje. Okej. Arsyeja pse e fillova kështu është argumenti tjetër, ju kom dëgju disa herë, sipas me qëndrimin e keni të qartë, ju po thoni çdo gjëra negociojnë pako. Votat edhe për president, edhe për qeveri, edhe për pushtet duhet mu negociu në një marrëveshje të madhe gjithë përfshirëse politike. Paka shumë çështu e keni titullu. Qëndrimi vetë vendosjes është që ato që na e populli është e jona, për këto tjera të negociojnë. Nëse i kam pas 50%, nuk negociohet kryetari kuvendit, nuk negociohet kryeministri, flasim për president. A mundet që këtë qëndrim me ndryshu? A është që kjo e juja definitiv edhe me 8 qështu? Kjo është e nevojshmja. Okay. Kjo është e nevojshmja për shkak se ne dim që nëse zgjedhet qeveria, formohet qeveria, po nuk ka marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, rreziku është i madh që veni me shku prapë në zgjedhje. A mendoj nuk është zgjedhje, nuk është kjo ajo zgjidhja afatgjate që garanton stabilitet dhe qëndrueshmëri. Dhe nëse na dojna me shku prej zgjedhjeve në zgjedhje që nuk është e duhura, që unë nuk e preferoj fare, nuk e dëshiroj për këtë vend, nuk i bojmë hajrë këtij vendi. E damtojmë vendin. E damtojmë perspektive në vendit. Nuk e kem këtë drejt. Nuk e kem këtë drejt. Na do të mull me bisedu. Me u marrë vesh. A dhe mendoj që para se me orë dhe të ndarja posteve, para se me orë të ndarja e ministrive, para se me orë të tema kush janë ministrat, për mu është tepër e rëndësishme me ullë, me bisedu cilat janë prioritetet tona. Qysh na mundu mu harmonizu në programet tona? Qka na mendojna për ekonominë? Së të ke funit, unë nuk garoj veç sa për me bu kryeministër këtij veni. Po garoj për me bu kryeministër këtij veni me permisu jetën e qytetarëve të Kosovës. Nuk është të qëllimi me i morë do ministra me vendos do njerëz në për do pozita. Apo presidentin, apo kryetarën e kuvendit. Qka dojna me bo me ekonominë? Qka dojna me bo me krimin e një ambienti më të mirë për biznesin? Qka dojna me bo me reformën e TVSH-s? Qysh dojna me i përkra e mi stimulu produs vendor? Qysh dojna me i përkra stimulimin e eksporteve? Qysh dojna me kriju një klim më të mirë për biznesin edhe një klim optimiste? Tepër